Vendimarrjen e ka përqendruar në duart e veta pikërisht Edi Rama dhe pak njerëz rrotull tij, pra qoftë Belinda Balluku ose qoftë dikush tjetër aty, ka bërë që edhe përfaqësimi qoftë me ministrat që ulen, po qoftë edhe pastaj edhe me shumicën e deputetëve mos jetë përfaqësimi i dikurshëm, le të themi, e mban mend, le të themi, vitet 90, vitet 2000 ku jo vetëm kuvendi dhe seancat plenare ndiqeshin me kërshëri nga gjithë publiku, si më thënë, po kishte edhe çfarë të dëgjoj, kishte njerëz të cilët edhe përplaseshin, kishin dhe këndvështrime të ndryshme, pavarësisht se mund ishin në të njëjtën parti, po kishte debat, kishte prodhohej pra një lloj diskutimi që ja vlente të ndiqej. Përfshi edhe batuta, përfshi edhe humorin politik, që sigurisht që ndron. Megjithatë, sa më shumë pushteti përqendrohet ose në dorën e Edi Ramës nga njëra krah, ose në dorën e Sali Belishës nga krahu tjetër, atëherë detyrimisht edhe nevoja për të pasur një debat ose edhe niveli i përfaqësimit detyrimisht që do bjerë.